Kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës, Miftiu Naim Tarnava, ka pritur sot në takim majorin Cory Van Sloten nga Bundestili Amerikan, ku diskutuan për tolerancën ndërfetare dhe mundësitë për rritjen e bashkëpunimit. Majori fillimisht u prit nga Miftiu Naim Tarnava, ku prezantoi punën e tij dhe përkushtimin për të ruajtur dhe më tutje tolerancën ndërfetare. Majori veçoi të drejtën e lirive fetare, duke përfshirë edhe atë në ushtri. I am a Protestant Christian chaplain. Unë jam një kapelan protestant I krishter. As an army chaplain, Si dhe kapelan në ushtri. I am obligated to provide religious support Mbi këtë bazë unë kam obligim të siguroj mbështetje fetare për ushtarët e mi, for all soldiers, pra për gjithë ushtarët, including Muslim soldiers. dhe duke përfshirë edhe ushtarët musliman. All soldiers have the right Të gjithë ushtarët kanë të drejtë to observe the tenets of their religion të zbatojnë parimet e fesë së tyre, or to observe no religion at all. ose të mos zbatojnë asnjë parim të asnjë feje. Religion that is coerced Feja që është imponuar or forced apo e manipuluar is not true religion. nuk është e vërtetë. True religion is from the heart. Feja e vërtetë bëron vetëm nga zemra. Religious freedom, Liria fetare, religious dialogue, dialogu fetar religious cooperation, dhe bashkëpunimi fetar, these represent the best of humanity. këto përfaqësojnë më të mirën e njerëzimit. You cannot demand religious freedom for yourself and your religion Njeriu nuk mund të kërkon lirinë fetare për veten dhe fenë e tij, without also demanding it for others and other religions. pa e kërkuar atë gjithashtu edhe për ata të tjerët dhe për fetë të tjera. It is possible Kjo është e mundur, for people of different religions to live at peace. që njerëzit me fe të ndryshme të jetojnë në paqe së bashku. Në anën tjetër edhe Miftiu Naim Tarnava përgëzoi për punën dhe angazhimin e majorit, që ka në ngritjen e tolerancës ndërfetare në Kosovë, por edhe më gjerë.